Sot nuk është e hënë. Sot nuk është e hënë. Shpejt Blerin një përmbledhje e lajmeve jo elektorale të javës kaluar. Jo, nuk do merrem me atë, megjithse të gjithë lajmet jo elektorale, majtas, pra djathtas, shka ngelur, pra po të heqësh fushatën, çfarë mbetet? Kryesisht vrasje, krime, gjëra të vogla të bukura, sigurisht. Kolo vetëm një kështu, Një roje i dehur kam këtu. një klap të vogël desha të them. Nuk do flas për fushatën, po më bëri shumë përshtypje se dëgjova që Qen Kërkësh ekstraduar nga Dubai, një shumë i fortë që unë s'kam as guximin të përmend emrin. Po mirë, po Dubai, si ke kurajo që ja përmend emrin një herë? Të duket i but Dubai ty? Dëgjoj. Tani. Apo shu, e merr me shpulla Dubai dhe hajta ta degenerojnë publikisht. Po. Edhe ky për fushat ka ardhur? Po sigurisht. Do të duhem për forcime? Nuk mjafton këta që kemi këtu? Të sillim nga ande? Është Dhe sa di do ta fusin në punë. Është fryma moderne Blerin. Më fal. Pra të sjellë një frymë moderne nga Dubai për zgjedhje. I ka rënë Bretku, e fusin direkt e shtrojnë këtu në fushat elektorale. I ka rënë Bretku duke vrarë, duke prerë, duke vjedhur, domethënë, e vjen këtu e futet fushat. Në vendlindje për pushime, për vitri, jo për fushat. Pa e bën një nga ato që i thonë anglezët crash course. Është një trajnim i shpejt para se të vijë, domethënë. Të tregojmë, këto janë armatimet. Këto janë fletët e votimit. Këto janë delet? Këto janë kartat e identitetit. Këto janë delet. Pra gjithë e do njeriu një trajnim. E do. Se i bërë kryetari i bashkisë, domethënë ai që është ai Durrësi tani, domethënë po. Kryetari i bashkisë me Selinë Durrës. Kryetari i bashkisë me Selinë Durrës. Tentoi të bënte kurse trajnimi, formatimi, ja. Erdhi momenti në nuk kemi kurse. S'është ai, nuk kemi si e trajnojmë këtë. Ishin katolik. Ardhi nga Dubai. Ç'ke, un kam një tufë me lajme, ata fillojnë me këto të bukurat? Po. Roja i dehur. Po, kjo më pëlqeu. Po. Se më pëlqeu shumë titulli. Roja i dehur krijon kaos. Në spitalin e Korçës. Pra, krijon kaos. Unë mendoj që ai vajti për të vënë rendin në kaosin e spitalit të Korçës. Unë mendoj që në dhoma ofendon pacientët dhe godet familjarin. Nuk e di për ty. Mua mu duk thash, më në fund diçka novatore. Podhë me antibiotik. Nuk trajtojnë gjërat me antibiotik. Na mbio antibiotikun bark. Futu me i grusht atit. Jo, për gjë pas nuk ka. Në spitalet e shtetit nuk ka asnjë lloj ilaçi, kështu që besoj që kanë gjetur mirë këtë lloj sedativi. Të shtrin të vënë gjumë dhe ti nuk e mendon më. Un kam një lajm që më trishton pak, lidhur me fermerët. Fermerët në Stëblevës. Në Stëblevë. Që është, e thot, më vend i mallkuar, Stëbleva. Nuk ta blej. Atë mendova. Tani si mundet të trishtohen që patatja e Egjiptit ka lënë pa shitur patatën e Stëblevës? Më fal, po ti nuk e di që Kleopatra në Stëblevë vinte kalonte muajin e mjaltit. Po i sillte me vete ushqimet, besoj. Çat herë unë mendoj që kjo mori patatën e Stëblevës me vete. E çoi në Egjipt. Dhe tani na vjen për hakmarrje, ajo vjen nga Egjipt. Fakti që hakemi se të flas pak seriozisht. Patata egjiptiane. Të gëzohem apo të trishtohem që patatën e pas kemi egjiptiane. Se thash ndoshta patatën se është vetëm shkule nga toka, thash mase kjo është e jona. Shiko, ne kemi ato të kuksit, tamam. Si mund ta fusim patate Por ata të fusin patatën egjiptiane ti se merr vesh. Kanë ikur që të kultivojnë varietete më avangard se sa patatja dhe ata po zhvillojnë industrinë ushqimore të Londrës. Por ne po flasim për këtë, për Stëblevën dhe binjakësimin me Egjiptin. Ç'të them, nëse politikat bujqësore të Kleopatrës vazhdojnë sot e kësaj dite. Edhe japin frytet e veta në Egjipt. Ngjarja realisht më e bukur, do thoja unë, është kjo Elbasanit. I vun tritolin banesës së tyre për të fituar azil në BE. Arrestohen Xhaxhaj dhe Nipi. Më fal. Si mund t'i arrestosh ti mor zotri? Duhet vetë arrestohen. Europoli, a ka në policia europiane në këtë vend evropian? Apo do presim 2030-ën që thotë ky domethënë, vi policia nga Europa t'i arrestoj këta. Po më duk shumë e bukur. Unë nuk e di pse duhet i vësh tritolin në shtëpi, sepse mjafton të shkosh në BE thush, jam nga Elbasani, hajde bir, hajde. Pra nuk ke nevojë të inskenosh tritol. Nga Elbasani të shohim këtu. Nga Elbasani bandave? Hajde këtu. Po të marrin me të mira kështu të trajtojnë, të fusin psikolog, ë? Nuk të besojnë ata tuajt. Që nga Elbasani.
Jo që në Elbasan ka banda. Thuajt, vetëm thuajt po na thon se këtu brenda s'kemi kur ajo të flasim. Në Shkodër një tjetër vrasje, pra jemi gjithmonë ke lajmet e bukura. Po. Turisti britanik vret me thik gruan, qellon dhe veten. Çfarë kanë ngrënë? Don çfarë tu kanë thënë për ngrënë thotë. Më në fund të huajt vinë dhe na marrin erzin. Vinë dhe vriten këtu te ne këtu episod. Bota është përmbysur. Po çan këto shembuj njëre, çan këto shembuj që japin. Domethënë, kjo gjëja po ta shohësh mirë, do është pak e çuditshme sepse nuk ka shumë informacion se çfarë ka ndodhur. Da, ndoshta duhet presim ta zbardhim pak. Por neve nuk presim zbardhje dhe neve themi ky e vrau. Edhe pse gjasat janë që ky edhe mund mos e ketë vrarë. Dgjoj, un kam një lajm vërtet bukur tani Kolo. Oh? Po. Është Kam dhe unë një më bërë të bukur se jote. gati aeroporti i Vlorës. Jej! Dhe së shpejti do të ketë fluturime falas Vlorë Kukës. Sërësisht e ke? Po në Kukës si do i hedhin me parashut? Po pse në Vlorë si do i hedhi? Si do i ngjisin, më fal. Me top. Po pse ti vërtet i beson këtyre më? Unë këtyre aeroporteve fantazma në për Po ja, mos atë kaloj 11 maj. Unë i besoj vetëm një aeroport aty të Kuçovës. Mirë, sigurisht, nuk më harrohet një zonjë, një nga këto zonjat që janë po themi mish kasapi, pra nga këto delet e Shqipërisë, që kur e pyeste para ca vitesh e pyeste, duke se zgjedhjet e kaluara, pyeste një gazetar Vox Pop në rrugë, thoshte, "Më thuaj një arritje qeverisë." Aeroporti Kukësit, bërtiste domethënë. Tash ajo zonja nuk e di a ka përfunduar te kasapi apo jo, sepse delet në fundit një destinacion kanë, kasapin. Por me sa duket pas kemi nevojë prapë për një tuftë të re për ta prerë. Aeroporti i Vlorës. Kam edhe një dy gjëra të tjera të vogla. Besoj që duhet shkojmë në një keng ose në një. Sigurt? Atë flas. Ha, shpejt. Ha njëherë. Atë flas për domethënë Fol. për krimin që ka ndodhur në Llakatund, ku i ftohti ka dëmtuar 2000 rënë kivi. I ftohti? Po. I kësaj vere është ky lajmi apo i verës kaluar? Dhe gjëja që më trishton më shumë Blerin se ngaherë duhet flasë seriozisht, se nuk mbaj dot shumë kështu humor të zi, është që një nga këta fermerët, ka shkruar i ftohti dimrin, siç thotë dhe i ka prishur ku diun 2000 rënë kivi. Okej, dhe tani po ja ka kputur gjitha, nuk bën me këto kivit. Po. E para më duket një kurajë shumë e madhe që Llakatundin dhe kivin ti bësh bashkë në një si më thënë, në një koncept biznesi, por fjalia e fermerit që sipas kësaj medias ku po lexoj unë, që është çik poetike me titull, thotë fermeri me syt nga qielli. Ja kam lënë Zotit në dorë. Dhe kjo më duk e dhimbshme sa s'ka ku shkon. Pra, t'ja lësh Zotit se ku t'ja lësh? Këti gomarit që i thosë. Se nuk është ai Zoti? Në Llakatund jo. Ai më sa duket. Llakatundi do ketë një Zot tjetër kam iden, sepse po t'i qarën kryeministit dhe thot, i pe fotot e mia nudo. Po pra, çfarë do tani? Tregoja kivit. Ose tregoja të ftohtit, ta trembësh, ta heqësh nga kivit e tua. Dhe siç po thotë i Biri, ndoshta është momenti për të ikur nga. Po jo, mund të ikim, po. Ikim nga Llakatundi dhe nga hallat e Shqipërisë. Po. Ikim me një blog publicitar.